Rita, është një nder i veçantë për mua t'ju kem pranë dhe për publikun të dëgjoj zërin tuaj të mrekullueshëm. Jam shumë e lumtur që marr pjesë midis jush. Populli është ai që i vendos të gjitha votat. Pikërisht për çmimin e mbrëmjes së sotme, unë do të ftoj në skenë për t'u dorëzuar regjizorin dhe drejtorin e përgjithshëm të drejtorive në Ministrinë e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, zotin Armando Bora. Gjithashtu kam pranë dhe kupën dhe tufën me lule për ju. Është mbase e vështirë për të gjetur fjalë dhe për të krahasuar zërin e Merita Halilit, gjithsesi është kënaqësi të japësh këtë kupë. Të falenderojmë për kënaqësinë që na ke dhënë gjithë jetën. Je e mrekullueshme sapo u dëgjua nga salla.